Aktoria e Gymysh hidhet në ujërat e ftofta të Bosforit. Aktoria e famshme turke Ahy Çavarlier është hedhur në ujërat e ftohtë të Bosforit gjatë xhirimeve për serialin ku po luan aktualisht. Unë jam rritur në det, mësohet i ketë thënë ajo producentit duke refuzuar kërkesën e tij që në det të hidhej një dubluese dhe jo vetë aktoria. Variler, e cila njihet për rolin e Pinarit në serialin Gymysh, prej një viti luan në serialin Kalk Gidelim. Si domosdoshmëri e skenarit, personazhi që ajo po luan në serial duhet të hidhej në Bosfor, e ndërkohë aktoria ka insistuar të hidhet vetë në ujë. Gjatë xhirimeve ajo duket shumë komode dhe nuk la pas dore as të pozonte duke qeshur nga ujërat e ftofta. Kjo sekuencë do të transmetohet në vitin e ri televiziv që nis në muajin shtator.